nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes, duke ju uruar që kjo ditë t'ju fal shumë gjëra të bukura dhe një ecuri të mbar në çdo hap tuaj. Kur i drejtohesh aktiviteteve, produkteve, arritjeve, kur i drejtohesh ritmit që pulson me hapat e një gruaje, por jo vetëm, natyrisht merr energji, merr spundo që të nxisësh hapat edhe të mbërrish në destinacion. I them këto fjalë sepse sot e ftuara ime është një grua që të frymëzon dhe me aktivitetin e saj ajo ka hapa me ritëm zemre, sepse të tillë janë aktivitetet e saj. Euromod School është një shkollë që përgatit stilist, modelist prerës në fushën e rrobaqepsisë dhe stilimit. Sot zonja që ka ardhur në studio e drejton këtë shkollë dhe madje vetëm para pak kohësh së bashku me kolegët e saj, ajo ka realizuar përgatitjen përfundimtare të stilistëve dhe sfilatat që ato kanë realizuar. Me mua sot në studio është zonja Zyli Dibra Sala. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Është shumë kënaqësi t'ju kem në studio. Edhe një herë tjetër ju kam ftuar dhe kam ndjerë së brendshmi shumë energji. Ju e transmetoni këtë. Ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Është shumë kënaqësi në fakt të mësosh diçka nga ditët tuaja. Por ajo që më ka bërë përshtypje është finalizimi i bukur i Euromod School në këtë vit shkollor, në sfilatën e fundit, ku natyrisht kishte arritje apo jo? Atëherë, mund të them që ishte finalizimi i 3 viteve punë, i një pune shumë të madhe në Euromod School. Këtë vit ishte një vit jubilar për mua, mund të them, pse se u diplomuan 12 studente në Euromod School, 3 prej tyre 12 vajzave përfunduan ciklin 3 vjeçar të stilimit. Pra dolen 3 stilistet e para, pra brezi i parë i stilisteve për qytetin tonë. Jashtëzakonisht bukur. Janë edhe 2 vajza që mbaruan rrobaqepsi alta mod ose rrobaqepse të modës së lartë, që sot mund të them janë shumë të afta dhe shumë të zonja këto 5 vajza të paraqiten në tregun e punës. Konkretisht çfarë do të thotë për ta në ecurinë e tyre profesionale të marrësh një diplomë tek Euromod School, cilat janë akseset dhe mundësitë që ata mund të kenë? Atëherë, Euromod School, vajzat diplomohen, janë diploma italiane që ju njihen në Shqipëri po në gjithë Europën edhe më tej. Diplomat në Euromod School merren mbas përfundimit të vitit akademik që përcaktohet, të stilisteve 3 vite, të rrobaqepseve 1 vit akademik. Atëherë, mbas përfundimit, ato janë shumë të zonja, si stilistet, si rrobaqepset, të paraqesin punën e tyre dhe shpalosja e punës së tyre është kjo sfilat që bëhet në përmbyllje të çdo fundviti akademik dhe pika kulminante e kësaj sfilate janë diplomat e tyre, suksesi i tyre, pra talenti i tyre që kanë shpalos gjatë gjithë vitit, pra puna e tyre që kanë punuar në Euromod School e shpalosin në këtë sfilat me punimet dhe me krijimet e tyre. Sa të gatshme janë ata të përballen me realitete, me tregun e punës, janë, mund të them, janë vajza të forta, janë shumë të pavarura që kanë punuar mjaft mirë gjatë 3 viteve shkollë dhe këto vajza e marrin nga letra, pra e dizenjojnë në letër edhe e nxjerrin produkt të gatshëm, bëjnë prerjen, qepjen dhe përfundimin e një fustani, një kostumi, çdo lloj gjëje që paraqitet në fushën e modës. Euromod School ka disa ose 2-3 deg specializime, a mund të ndalemi në ta? Po, Euromod School specializon stiliste, stiliste modeliste, modeliste të veçanta që mund bëjnë vetëm modelistikën, prerje dhe qepje. Gjithashtu
Ku qëndrojnë ndryshimet? Ndryshimet, pse se një stilist bën nga letra, nga dizenjimi dhe e përfundon komplet fustanin. Kurse një rroba qepse, modelin e ka të gatshëm, Po. bën vetëm prerjen dhe qepjen. Pra, stilisti në vetvete është krijues. Pra në vetvete ky është ndryshimi ndërmjet një stilisti dhe një rrobaçepsi. Që edhe sot, edhe për Shkodrën, ka fillu të njihet, se ndoshta përpara ki thonë po shkoj vetëm te rrobaçepsi. Po jo, sot ka stiliste që dizenjojnë dhe bëjnë modelim dhe komplet prerjen dhe qepjen. Është interesante sepse kjo shkollë në Shkodër para 3 vitesh ishte në hapat e saj të parë. Edhe lindi si një dëshirë shumë e madhe për të ofruar këto mundësi që mund t'ju jepen. Si ishte ecuria e kësaj shkolle? Atëherë, vit mbas viti, çdo lloj gjëje përmirësohet. Jo vetëm në shkollën tonë, po në çdo punë që ka fillu ishte shumë e vështirë kur filloi, por mund të them shumë punë, po njëkohësisht edhe shumë kënaqësi kur përfundon diçka dhe ke arrit rezultate të mira dhe rezultati dhe suksesi i kësaj shkolle janë bazat e sakta dhe të mira që jep kjo shkollë. Pra përmirësimi vit mas viti i bazave të punës që punohet në këtë shkollë i transmeton pra në këto studente dhe në interesimin e madh që vazhdojnë të kenë vit mas viti. Euromod filloi me 3 nxënëse dhe sot është në 12 nxënëse, në 12 studente. Në fakt Vit mas viti është rritur në numër, edhe pse jo, mund të rritet edhe më tepër, edhe mendoj që nuk do të ndalen asnjëherë përballë kësaj. Është gjë shumë e bukur, po ju përmend një herë pas here studente ose vajza. Nuk ka djem që interesohen? Ka pasur edhe interesime për djem, bile i ftoj edhe djem, pse jo, kush ka pasion fushën e modës, Euromod School i jep mundësinë që të realizojë një ëndër në rrugtimin e stilimit. Kush mund të vijë në Euromod School? Kërkohen disa gjëra të veçanta që mund të jesh ndjekës i kësaj shkolle? Për me ndjek Euromod School duhet të kesh pasion për modën. Në qoftë se njëri ose një re ka pasion vizatimin, prerjen, qepjen, modelet, fustanet e ndryshme, punimet e ndryshme, jo vetëm fustane, çdo lloj gjëje, atëherë është pjesë mund të hyjë në rrugtimin e Euromod School. Pra, në fushën tonë duhet më shumë pasion edhe shumë punë. Si lindi Euromod School dhe dega e saj në Shkodër, filiali në Shkodër? Atëherë mund të them, Euromod School është një akademi mode që operon prej shumë vitesh në Itali dhe disa vite edhe në Shqipëri dhe prej 3 vitesh është edhe në Shkodër. Mund të them, unë e kam pas ëndër me hap një shkollë modet për qytetin tem, ashtu si e bana unë realitet ëndrrën time të isha një stiliste, njështu dëshiroj për shumë të ri dhe të reja që kanë pasion moden, sot e kanë mundësinë që ta bëjnë direkt në Shkodër. Pa pas nevojë që unë tiku në Itali ose të shkoj në Tiranë ose të shkoj diku tjetër, është një mundësi shumë. Ju vetë keni mbaruar këtë akademi? Unë kam mbaruar Euromod School edhe mund të them me nxitjen dhe me mbështetjen e madhe të drejtorit gjeneral të Euromod School, zotit Antonio Donano, që është një mbështetës ose mund të them një shtyllë kryesore në mbarvajtjen e kësaj shkolle. Pra, në një farë mënyrë ju ai ishte nxitësi kryesor që ne të hapim një filial edhe për shkollën. Unë e kisha ëndër edhe realizova para 3 viteve, me shumë mund, shumë sfida, shumë sakrifica, po mund të them që sot qelësi i suksesit të kësaj shkolle janë studentët, që kanë shpalos për 3 vite punën e tyre, dhe me thanë dizenjimet e tyre, fustanet, që kanë hedhur aty në pasarel, dhe që mund të them janë pëlqyer shumë mjaft. Çfarë ndikimi ka shkolla italiane e modës në studimet në Euromod School? Atëherë, kjo është direkt një shkollë mode italiane. Çdo leksion dhe çdo mësim është librat janë gjithë italisht, pavarësisht se unë të gjithë nxënësve ju a jap edhe shqip. Edhe mund të them pra, çdo bazë, çdo prerje vjen, domethënë nga drejtoria e shkollës, nga drejtori gjeneral i Euromod School, zoti Antonio Donano. Me programe dhe me program të veçanta. Me programe të veçanta të gjitha nga Italia.
Gjeografia e ardhjes së studentëve në këtë shkollë është vetëm nga Shkodra apo Jo vetëm qytetit, pra në qytetin e Shkodrës patjetër gjithë qyteti kush ka dëshirë, por edhe të gjithë rrethinat, të gjithë fshatrat përreth Shkodrës. çfarë ka ndodhur me këtë 12 e parë? Po janë vajza që kanë ardhur edhe nga rrethinat e Shkodrës, jo vetëm kanë vajza nga Gurizi, kanë vajza nga Shkodra, vajza nga Trushi, vajza nga Vërtica, shumë vajza që kanë dhe që mund të them nga qyteti po që janë bë pjesë e rrugtimit të Euromod. Pse se për shembull vajzat që janë 1 vjeçare përfundojnë 1 vit, edhe vjet kanë pas një zoj edhe një vajzë që marunën rrobaqepsin, domethënë ishin rrobaqepse të modës së lartë, që janë mjaft zoja në punën e tyre. Sa bukur. Pra, të vendosësh profesionin mbi baza të drejta, do të thotë si suksesi. Çelësi suksesi të një shkolle janë bazat e drejta dhe bazat shumë të mira që shumë të lehta dhe të kapshme edhe për studentin. Pra që punohet me kënaqësi. Vazhdon të zgjerohet interesi për këtë shkollë? Po, regjistrimet vazhdojnë edhe për vitin shkollor 2021-2022 dhe kanë filluar qysh në datën 15 gusht dhe mirëpresim edhe kam rastin t'i ftoj të gjithë trit ose të rejat, pse jo dhe tri edhe djem që kanë pasion në fushën e modës të bëhen pjesë e rrugtimit të Euromod. Sepse unë kam pasur rastin të takoj edhe djem që kanë interes, prirje, dëshirë që të kenë një mundësi stilimi. Kjo dëshirë natyrisht duhet të bazohet në... Mendoj që tash mbas 3 viteve, mendoj që edhe djemt, ato që kanë pasion, do ta kenë të qartë se çfarë është Euromod. Pra, Euromod është një qelë suksesi, një shkollë lider, një akademi modet që jep mundësi çdo të riut ose të reje dhe që njihet në gjithë Europën edhe më tej. Kur bisedoj me ju, Zyle, ndjej shumë aktivizim, ritëm. Ju vetë natyrisht keni shumë iniciativë me sa e ndjej këtë. Si është rritur Zyli për gjatë viteve të Euromod School, por jo vetëm, sepse ju keni ardhur gradualisht në këtë finale. Profesionalisht, domethënë vitet e eksperienca e viteve të punës më kanë bërë që të jem këtu ku jam dhe të marr këto iniciativa për hapjen e Euromodës në Shkodër dhe mund të them që është vërtet përgjithësi, është një punë e madhe, ti je stiliste, edhe ti je një mentore në Euromod School, me të vërtet don shumë punë. Sepse ju jepni 3 ose 4 lëndë në këtë shkollë. Modelistikën, edhe mersologji, historinë e modës. Gjithashtu kam edhe një zoj, një vajzë që më jep dizajnin, po mund të them që çdo gjë është shumë e kompletume në Euromod. Pra, domethënë vit mas viti çdo gjë është përmirësuar, edhe mund të them që pra suksesi i kësaj shkolle, i këtyne janë këto vajza që përgatiten mjaft mirë. Keni kaluar sfida patjetër. Po patjetër, shumë punë, shumë mund. Keni menduar ndonjëherë që si e nisa këtë? Jo, asnjëherë, me të vërtetë ndoshta jam lodh shumë, po asnjëherë pse e nisa, vetëse do ta kaloj edhe këtë vështirësi. Do ta kaloj edhe këtë. Edhe nuk ndalem, e kam për natyrë që mos të ndalem, kërkoj çdo ditë më tepër me zgjeru njohuritë mia si stiliste, si profesioniste, domethënë që t'i kem çdo gjë për studentët e mi. Si mendoni, ku qëndron thelbi i një përgatitjes së një veshje? Atëherë, thelbi është pasioni i krijuesi, pra stilisti është krijues. Pra e krijon modelin në mendjen, në mendimet e veta, e hedh në letër dhe pastaj krijon modelin, bën prerjen, bën çepjen. Si duhet, pra nëse një person është një rrobaqeps i mirë. Nëse një person i drejtohet një stilisti, çfarë dhe i thot më bëj një veshje për një event të caktuar. Ku duhet të niset një stilist? Një stilist do të niset direkt, domethënë nga paraqitja e personit që shikon, domethënë nga mënyra, trupi, veshja, çfarë i shkon atij personi, edhe nga karakteri. Edhe nga karakteri, domethënë çfarë mundesh me i përshtat atij personi dhe mundet direkt me dizenju modelin. Cila është e rëndësishmja për një veshje?
nga fillohet kualiteti i një veshje? Kualiteti i veshjes është e para materiali që do punosh ti për këtë veshje. Modeli që Cilat janë materialet më të mira të kohës? Po, tash të kohës ne përdorim shumë satenet. Për veshjet e mbrëmjeve, flasim gjithmonë për mbrëmjet. Për veshjet e përditshme, linohet e ndryshme, pamuktat e ndryshme, që përdoren dhe janë mjaft përdorshme dhe mjaft kërkume. Pra, i pari është materiali. Po, i pari është materiali, aksesoret, një aksesor i bukur dhe i mirë bën diferencën në një veshje. Pra, aksesoret e ndryshme, punimet e ndryshme. Ka fustane që punohen me qëndisje, ka fustane që punohen me gura, me ngjitje, me pundore, punohet me punime me grep, punohen lule me dorë. Pra, bëhet çdo lloj. Pra, puna e një stilisti është punë artistike. Për t'i vendosur këtë aksesor, patjetër që duhen teknika të ndryshme. Po, edhe vajzat i marrin këto teknika në shkollë. Pra, edhe janë mjaft të përgatitura për vendosjen e gurëve, për punimet me dorë, për punimet me ngjitje, për çdo lloj gjëje. Vajzat i kanë realizu edhe i kanë bërë mjaft bukur. Edhe mund të them që këtë vit kanë shpalos mjaft bukur me veshjet e tyre, me krijimet e tyre, gjithmonë në drejtimin e Euromode School. Edhe kanë dalë shumë të suksesshme. Pra janë vajza që punojnë me pasion. Cila është, si thosh, prirja e kësaj periudhe në përgatitjen e fustaneve? Të shkurtra, me ngjyra, me lule, të gjata, cili është trendi i kohës? Mund të them që përdoren për mbrëmjet janë fustanet e gjata, që janë shumë të përdorshme. Ndërsa për veshjet e ditës janë gjithmonë gjanat e gjana, me kenë më komode. Ju realizuat një sfilat. Kjo sfilat kishte ndonjë fitues apo nuk bëhen me fitues sfilata? Qilësi i kësaj sfilate është diplomimi. Pra, si me thënë, përfundimi, suksesi i kësaj sfilate është diplomimi, janë diploma që këto vajza marrin në mbyllje të sfilatës. Edhe mund të them, puna e gjithë vitit, që punojnë puna e çdo dite, shpaloset në atë sfilat. Në ato veshje që ato realizojnë 5 veshje deri në 7 veshje. Çdo person? Çdo person. Pra ne kena hell këtë vit 60 veshje në sfilat, gjithashtu kam pas edhe disa veshje të mia të ateljes teme, që kam hell një 2 fustane nusërie, kam hell edhe fustane të ndryshme. Çfarë interesi u paraqit në sfilat nga ndjekësit e saj? Kena pas kërkesa për fustanet, kërkesa, vajzat kanë pas kërkesa dhe kanë bërë shitje të fustaneve. Dhe mund të them, kam risi, kam disa vajza, kam një vajzë që bën veshjet e vajzave muslimane, që i ka bërë shumë bukur. Edhe veshje specifike. Edhe veshje specifike, që kanë qenë shumë të bukura. Dhe që janë paraqite dhe kanë qenë të kërkume. Gjithmonë kur bëhet fjalë për sfilata, ne mendojmë veshjet rinore. Mendoni se duhet të ketë edhe të grup moshave të ndryshme? Njëra për vajzave ka paraqit edhe kostumin e djemve, pra nuk është një stilist, mundet me paraqit çdo lloj gjaje, si për vajza, si për djem. Sa e rëndësishme është që këto sfilatat të jenë më të shpeshta, në mënyrë që konkurimi ose interesi të ngrihet akoma më shumë? Atëherë, Euromode School e ka, dhe më thanë, çdo fund viti, shpalos, dhe më thanë, punën e komplet vitit të 9 muajve mësim, e shpalos në fund vitit me veshjet, me punën e tyre, me krijimet e tyre që bëjnë në përfundim të vitit shkollor. Edhe mund të them që kjo sfilat është një sfilat madhështore që realizohet çdo vit, edhe që është një kënaqësi e veçantë kur shikon në pasarel veshjet e tyre, krijimet e tyre, dëshirën e tyre, pse se vajzat e reja sot e shohin në botën këndvështrime të ndryshme, edhe krijimet e tyre janë idejt, punimet, aksesoret, ndryshimet e ndryshme që bëhen gjatë rrugës deri në përfundimin e fustanit. Si realizohet sfilatën? Ishte e vështirë? Kush ju afrua? Ku mbështetët? Atëherë, sfilata është çdo viti shkollor, me të vërtetë modelet, për shembull kush ishin? Modelet janë vajzat e reja që ne i ofrojmë, që të jenë pjesë e sfilatës me veshjet e tyre. Mund të them që janë vajza shumë të këndshme dhe që kanë dëshirë
për të për të veshjet e Euromodës. Pra, me sa shoh edhe frymzoni, nxisni dëshirën për Ka vajza që mu shumë herë më kanë telefonuar dhe më kanë kërkuar, mund të jena pjesë si modele për Euromod School, patjetër. Kena një konkurs që bëhet në para sfilatës, që i merrni me konkurs. Po, që i kontrollojmë, domethënë që ne do shohim mënyrën e veshjes, mënyrën e ecjes, domethënë çdo fustan i provohet modeleve, domethënë çdo vit ne kena përmirësime dhe rregullime që ndoshta për shembull pa ta këtë mangësi mos ta kem vitin që të vinë. Prandaj keni një hap rritje në rrugën tuaj. Në rrugën tonë. Çfarë mendoni me këtë vit të ri akademik që do të hapni? Cilat do të jenë pikë synimet ose aktivitetet e pritshme? Atjera, mendoj që ftoj shumë të rinj të reja që kanë pasion të bëjnë pjesë e Euromodës dhe në këtë vit shkollor, në këtë vit akademik, të punojmë edhe më fort që në qoftë se vitin e kaluam realizuam 60 veshje, këtë vit pse mos realizojmë edhe 7 vaj. Edhe 10 më shumë. Edhe të kena punime sa më të bukura, sa më të realizume, me aksesorë që pëlqehen edhe që janë trendi për kohën e A keni ftesa në të merrni pjesë në sfilata të tjera në faktikisht për vitin e kaluam kishim një ftesë që ne të paraqiteshim edhe në Itali, por koha që ishte jo vetëm për pandemia na bani të pamujton me shku vitin e kaluam në sfilatën e Italisë. Besoj se në historinë tuaj do të keni të tjera evente për të realizuar Shpresoj që në të ardhmen të kena, domethënë patjetër fund vitin s'diskutohet, po vajzat të paraqiten edhe në sfilata tjera, pse jo, me realizimet e tyre. I ruani lidhjet me studentët tuaj edhe pasi diplomohen? Po patjetër. E ndjejnë atë nevojën edhe të konsultimeve të vazhdueshme? Po, mund të ketë vajza që mi kanë ra telefonit, më kanë pyetur si mundem me ekspostui këtë më kështu më ashtu diçka, edhe domethënë gjithmonë në të mirë të punës, domethënë në modele të ndryshme, mund të ketë një vështirësi, një aksesor, një diçka të ndryshme dhe gjithmonë lidhjet i majmë edhe do t'i majmë patjetër. Jeni në korrent të punës edhe në korrent të asaj që ju do të keni në një të ardhme të afërt, siç është hapja e këtij viti të ri, vitit të ri shkollor. Ishte shumë kënaqësi që morëm gjithë këtë informacion rreth aktivitetit të Euromod School. Faleminderit. Por edhe interesit që ajo ngjall kryesisht tek të rinjt. Ndoshta në një të ardhme mund të kemi edhe stilist djem, mund të kemi edhe më shumë sfilata, por është shumë e rëndësishme që të gjitha të ndjehen me shpirt dhe pasion. Aty ku pasioni është mbizotrues, gjithmonë puna i ka përcen sfida. Është vërtet. Besoj se do të keni një ditë intensive sot. Po, patjetër. Patjetër, vajza që janë bashkanit dhe mendojnë të regjistrohen në Euromod School. Ju uroj të keni suksese gjithmonë dhe ju falenderoj për këtë energji që shpërndani gjithmonë në ecën tuaj të vazhdueshme. Mbarësi dhe suksese. Faleminderit, ju falenderoj për ftesën edhe ju suksesen punës. Faleminderit shumë Zyli, faleminderit.